Klodian Brahu ka marrë këtë hënë zyrtarisht detyrën si drejtues i ri i Prokurisë së Posaçme Antikorrupsion duke zëvendësuar Altin Dumanin. Ceremonia e dorëzimit të detyrës u zhvillua shkurtimisht në ambientin e Prokurisë së Posaçme. Brahu tha se do vazhdojë të forcojë funksionimin e brendshëm të strukturës dhe misioni i SPAK shkon përtej mandateve individuale. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj parashtrimin në detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillar të Prokurisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Byroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun duke respektuar kornizën ligjore. Nderuar kolegë, misioni i SPAK-ut shkon përtej mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushjet e zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Ish kreu i SPAK tha në mesazhin e tij se drejtimi i strukturës ka qenë një privilegj i madh për të, por dhe një detyrë sfiduese. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i Prokurisë së Posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, integritetin dhe sakrificat tuaja. Gjithashtu dua t'u shpreh mirënjohjen time partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë krah nesh në çdo etapë, me mbështetje dhe ekspertizë të pakushtuar. Kontributi i tyre ka qenë i çmuar për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe për ndërtimin e standardeve që kemi sot. Një falënderim i veçantë shkon edhe për publikun shqiptar, besimi i tij ka qenë forca jonë më e madhe. I uroj shumë suksese zotit Brahu në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbitrashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri.